Goca, bravo. Atëre, ju kujtohet Odeta Hoxha? Që folte në emër të ish ministrës së shëndetësisë aktuales? Në emër të dy. Të dyjave? Jo një. Na shkrui në telefon, na shkrui email. Sigurisht për atë rast reagoi edhe vetë institucioni Ministria e Arsimit, që kjo më falë e shëndetësisë që tha, s'kemi lidhje fare, dhe sigurisht nuk kishim lidhje me atë. I kishte marrë, sa, 36.000 euro? 36.000 euro. Vogla. Për një të sëmur me smundje terminale, kancer në zonën e trashë, tha do ta çoj unë në Turqi. Ndrojetën ndjera dhe e vazhdonte merrte para. A, ju kujtohet apo e keni eru? Se ju harroni për herë. Ndiqeni pak. Me siguri ju e mbani mend Gentianin dhe Eriolën, të cilët para pak ditësh erdhën shumë të shqetësuar duke ju drejtuar redaksisë së emisionit Stop. E risillin edhe një herë tjetër për vëmendjen tuaj historinë e tyre. Para 2 vjetësh kishim një problem me nusën e vëllait, ishte sëmur me tumor në zorën e trashë. Dhe me gjithë përpjekjet u munduam që ta dërgojmë jashtë shtetit. Duke konsultuar me miq, me shokë, na sugjeruan që të takojmë një vajzë, Odeta Hoxha. E duke folur me këtë, na sugjeroi që të ndihmojnë zyrat e Ministrisë së Shëndetësisë. Shuma totale ka shkuar mbi 35.000 euro sot e kësaj dite. Keni marrë juve ndonjë shumë mbrapsht? Nuk kemi marrë asnjë lek deri më tash. Kemi marrë kërcënime, presione që nuk e kanë frikë as Stopi, nuk kemi frikë fare media, po juve prap do dëmtoheni, prap nuk do mbjeni asgjë. Ju keni kontaktuar drejt për së drejti, qoftë me mesazhe, por edhe fizikisht me zonjën Odeta Hoxha, ku i keni thënë që duhet të ktheni parat mbrapsht. Pa, kemi thënë, kemi kontaktuar, na ka thënë që unë maj kaq vetëm përgjithësi, tash e ka zonjë Usha Albana, e kanë të gjithë të tjetë pjesëtarë, nuk është se janë vetëm unë. Qytetarët dhe emisionin Stop zotërojnë me qindra mesazhe ku Odeta Hoxha ka keq përdorur emrat e titullarëve të Ministrisë së Shëndetësisë. Ju keni mashtruar dhe keni bërë një mashtrim të rëndë Odeta Hoxha. Jo, të lutem, mos e kap fare mikrofonin. Ti ke mashtruar, je hequr sigurie Ministri i Shëndetësisë. Mos ma bëj mua ç'është. Zonja Odeta Hoxha, përse keni kryer këtë mashtrim? E dini që keni bërë një vepër penale? E di që kam bërë. E dini që keni bërë një vepër penale? Tani do ja ktheni lekët zotërinë kur? Do ja kthej. Më thoni kur? Do ja kthej shumë shpejt. Zotërinë, ja ku e ke? Bisedo pak me të lutem. Genti. Të lutem, mos më nxjerr. Të lutem. Jo, ai ka gjithë të drejtën e botës sepse ti je tallur me shëndetin e një gruaje që nuk është në jetë. Ne kam sot të 2 vjet. Do flas unë me zotërinë. Sa para keni marrë? Jepi një afat. Fol tani, më duhet tani. Se kemi të bëjmë me mashtrim. Jo, një muaj jo. Genti, të lutem, a mund flas? Kemi një lidhje. Të lutem. Po për shkak se keni pasur një lidhje ndaj përfitove ti. Do t'ja kthejmë patjetër. Do ta lëm kështu? Do flas me familjen time. Kështu që ne kur do takojmë bashkë? Ose me Gentianin? Me Gentianin do takohet babai im. Në datën 5. Premtoj që do kthente parat. Ishte e vetëdijshme për atë që kishte bërë. Po, jo në fillim. Uroj ta ketë kuptuar mirë se çfarë ka bërë. Po tash i besoj me organet kompetente që e kanë marrë po e pyesin se e ka kuptuar mirë se çfarë boni. Por në fakt ka një habi të madhe. Përveç luftës ndaj korrupsionit në vend, apo trafikut të lëndëve narkotike, apo të armëve, apo prostitucionit të tjerë që janë shtuar jashtëzakonisht në këtë vend. Luftën sporadike, se jo kështu frontale. Lo frontale. Kështu për leshjet vogla tek tuk. Pra përveç kësaj lufte të shtuar, shtetit dhe të strukturave të policisë, janë shtu shumë dhe mashtruesat me non. O, bo gëllën çerdolli cepi. Dhe njerëzit të shkret që u besojnë. U besojnë më të shkretat, u besojnë. Neset mos e zjarë. Odeta erdhi dhe me këngën ja ta halefta, ta kanë shola, ja ta halefta, dhe maga pas. Ama e gjetë dot, se gjetë dot. Nuk e si ta gjesh, të ti do vetëm këngë bulgare. Dijeni pak. Ka pasur komente të ndryshme në rrjet, duke qenë se kjo histori ka bërë një bujë të jashtëzakonshme dhe pyetja më shpesh që është ngritur është nëse Odeta Hoxha do ua kthente sërish lekët që u kishte marrë. Gentian? Ne i morëm parat totalisht. Çfarë na është marrë nga zonja Odeta, i kemi marrë të gjitha parat. Pa shumë arrin 37.000 euro edhe disa më tepër, po do verifikohen në bazë të dokumenta që kemi ne. Mund të shkojnë deri në 40.000 euro, po duke u bazuar në bazë të leta që kemi dërguar në Western Unioni.
Këstin e fundit që ju i dërguat Odeta Hoxhës, kur ka qenë? Mund ta kujtosh? Po, ka qenë data 20 janar 2026. Ka qenë, Edhe pse kishte ndruar jetë kunata juaj. po, kishte 7 muaj që kishte duruar jetë. Dhe ju vazhdonit ende. Ende dërgojmë para 1000-2000 sipas kërkesa që na udhëzonte zonja Odeta. Duhet theksuar një fakt, Gentian, që në moment që ju keni ardhur në redaksi, vazhdonit të mendonit ende ose të kishit shpresa se zonja Odeta do ua kthente këto para, po jo? Po, kishte shpresa të diku nga që jemi në një lidhje familjare dhe besonjëm totalisht shumë domon. Deri në moment që ne jemi takuar së bashku, ju mendonin se po flisnit me ministret e Po, shëndetësisë. me ministrat me Elvis Sala edhe me Albana Koçi ishim sipas asaj që na kishte udhëzuar Odeta, ne ishim totalisht të besueshëm që flasim me ministrin. Ju falenderojmë shumë përzemërsisht ne, familja ime, sepse mas transmetimit të emisionit Stop, neve na janë kthyer të gjitha parat nga zonjush Odeta, sa është na premtuar shuma që na kanë marrë, të gjitha i kanë kthyer. Falenderoj Sajmirin edhe Gentin nga zemra, edhe emisionin Stop që na i bori të mundur këtë nder mund ta quaj. Faleminderit emisionit Stop. Me njëherë pas transmetimit të këtij rasti për zonjën Odeta Hoxha në emisionin Stopi, me njëherë shumë ka qenë reagimi i policisë të shtetit, krimi ekonomik dhe financiar pranë drejtorisë së policisë të Tiranës, ka reaguar duke e shoqëruar me njëherë të shtetasë. Ajo është marrë me njëherë në pyetje ku niste dhe procedimi penal për mashtrimin e kryer ndaj këtyre shtetasëve. Ka pasur një reagim të menjëhershëm nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, e cila në një deklaratë publike ka bërë me dije se distancohet tërësisht nga ky rasti transmetuar në emisionin investigativ Stop, duke u shprehur se kontaktet e përdorura nga kjo shtetase nuk i përkasin zyrtarëve të lartë të Ministrisë së Shëndetësisë. Po vetë shi pas materialit nuk tentove ta gjesh, për çfarë s'ke qenë kështu më? Gjatë materialit, apo po shijoje materialin? Kemru. Dhe numëroshe lekët. Okej, natën e mirë, përshëndetje. Por më kollaj kemi të vëmë një siri aty. Ka i shpejt Për sa para i gjen, thot vajza ti bëjnë gjithçka. Nese. ka i shpejt sa i gjen do ta vë emrin Alexa. Hey Alexa, can you play Show Must Go On? Yeah? Kam internet, thot Alexa. No internet connection. Natën e mirë, përshëndetje, Natën, si dashur nesër miq. mbrëma. Nesër Qire avasi. Bravo, Gostar. Nesër. Hajde vajza. Hajde në më vajza ta Lutura. mbyllim me një kërcim se sot ishte Me një kërcitje ta mbyllim. sot ishte një nga ato ditët shqiptare. Shu është gjithmonë kënd jam, po e Nga filluar. ato ditët fillim jave, nga këto të hënat. Këto të hëna. Made in Albania. Si themi ne desi në të rast? Ka modifikuar, ka modifikuar. E ka këtë që të na plasi buzën. Triti, Flonza, Onza. Zero 67 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.